një konflikt i hapur, si që kemi ne pra, Kosova, Dardania me Serbin, pa u mbyll dhe pa u bë marrëveshje, gjithmonë do qëndroj rrezik. Por i herë t'ikun Goebbelsi i kasapit Ballkanit dhe pastaj të shohim se çfarë do bëhet. Se ajo që shtroni ju është pyetje me drejt për ne, po kur nuk mund ta parashikojmë. Pra, nëse qeveria tjetër që do vinë, nëse rrëzohet Vučić, do jetë më e gatshme për një marrëveshje ose jo. Por gjeopolitika në botë, si që për e shohim, ka shumë ndryshime, po bien shumë qeveri, dhe unë besoj që dhe Vučić ka fatin e qeverive, se ka fillu një erë e re me Trumpin. Pra që kur u bë Trumpi president, ka pas zhvillime bota si asnjëherë. Ra qeveria në Gjermani, ra kryeministrin Kanada, filloi tensioni këtu në Serbi, gjitha nej po kalkunje. Jo të gjitha kanë lidhje me Trumpin, Si? Jo të gjitha kanë lidhje me Trumpin. Jo, Se nuk e rrëzoi Trumpi çati në Novi Sad. Ne nuk e dim tani, kanë apo s'kan, por nuk kanë më Sa s'kan, jo të gjitha kanë. Jo, ne nuk e dim tani, por bota po merr frymë të re. Dhe po fillon një rend i ri botror. Kjo po duket qartë. Në fakt Trumpi dërgoi të birin që mos bjerë Vučići. Edhe Gaddafit i patë ndërgu prenimort njerëz me nej me ta, po e dim funin e Gaddafit, kështu që Jo, gjithçka s'ka duhet.